Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj, të dashur vëllezër, të nderuara motra. Duke falendëruar Zotin fuqiplot, po jetojmë dhe po kalojmë momente të bukura, të çmuara dhe të shpërblyer nga ana e Zotit fuqiplot. Të gjithë jemi agjerueshëm dhe po kalojmë qaste të bekuara, të lumtura, ne dhe familjet tona. Padyshim, si mos të jemi të lumtur kur në gjithë kohën jemi duke adhuruar Zotin fuqiplot. Gjatë gjithë kohës jemi në adhurim. Gjatë gjithë kohës jemi në shpërblim. Edhe pak minuta na ndajnë nga momenti madhështor i ditës së agjeruesit që është iftari. Të dashur vëllezër, të nderuara nëna dhe motra. Ramazani është shkollë edukative për njeriu. Ramazani është mundësi e përmirësimit me vetveten në raport me Zotin, por edhe me të tjerët. Ramazani na edukon dhe na mëson. Siç na ka mësuar edhe feja që Ramazani është një mundësi e mirë për të bashkuar në mes veti, për të vllazëruar në mes veti dhe për të edukuar vetveten që nuk bën të jetojmë të ndarë. Nuk bën të jetojmë të përqarë, por duhet jetojmë të bashkuar dhe të unifikuar gjithherë në kënaqësi ndaj ligjeve dhe porosive të Zotit fuqiplot. Ramazani është një mundësi e mirë për të rregulluar raportet familjare dhe farefisnore. Nëse dikush gjatë tërë vitit ka jetuar i ndarë nga farefisi i tij, Ramazani është mundësi e artë për të përmirësuar këto raporte, për të rregulluar këto raporte. Sepse për mbajtjen e lidhjeve farefisnore na porositi Allahu fuqiplot, ky Allah për të cilin sot jemi agjerueshëm. Na ka porositur që lidhjet familjare t'i mbajmë. Madje, më thoni dikush që sot nuk kemi mundësi t'i mbajmë lidhjet farefisnore dhe familjare. Mundësia është shumë e mirë. Mundësia është shumë e madhe që të thrasim të tjerët, të bisedojmë me të tjerët, të flasim me të tjerët, të bashkohemi me të tjerët. Sot është mundësia shumë e madhe se sa në të kaluarën. Por sot, realiteti tregon ndryshe që shumë familje janë të prishura në mes veti. Shumë familje lëndohen mes veti. Shumë familje ofendohen mes veti. Shumë familje lidhjet farefisnore i kanë shkëputur mes veti. Andaj, tani është momenti që të bashkohemi, të vllazërohemi, të lëmë të gjitha zënkat dhe inatet, sepse e vëmë në pikpyetje adhurimin tonë. A pranohet apo jo? E më thoni, kur ne flasim me vëllezërit tonë, me motrat tona, me axhallarët tonë, me dajt tonë, me hallet tonë, me tezët tona, çfarë presim nga Zoti? A kërkojmë mëshirën e Zotit kur ne të tjerët nuk i falim, kur ne me të tjerët nuk bisedojmë, kur ne me të tjerët nuk qëndrojmë? Allahu na porosit që të jetojmë bashkërisht. Allahu na porosit që të tjerët dhe familjet tona të jenë të bashkuara. Allahu fuqiplot në surën An-Nisa ajeti i parë, në fund të këtij ajeti thotë: ruani farefisin sepse Allahu është mbikëqyrësi juaj. Kujdesni për farefisin. Jeni të kujdesshëm në lidhjet familjare. Muhamedi alayhis salam në njërin prej porosive të tij, kur e ka pyet një shok i Muhamedit alayhis salam dhe i ka thënë: ja Rasulullah, më tregon një vepër e cila më dërgon në xhennet. Më tregon një vepër e cila ka më çuar në xhennet. Muhamedi alayhis salam i është përgjigjur dhe i ka thënë: mundohu të adhurosh Allahun fuqiplot dhe mos i bësh shok atij. Adhuroje Zotin dhe mos i bësh shok atij. E dyta, falë namazin rregullisht. E treta, jep zakatin nëse e mrin pasurinë e caktuar. Nëse Allah ka bekuar me pasuri, jep zakatin, sepse i obliguar për të. Dhe e fundit, mbaj lidhjet farefisnore. Këto vepra ta garantojnë xhenetin. Këto vepra ta sigurojnë xhenetin. Po edhe shkelja e këtyre veprave ta siguron xhenemin. Nëse çdo vepra na dërgojnë në xhenet, mos praktikimi i këtyre veprave na dërgon në xhenem. Allahu fuqiplot në njërin prej ajeteve kuranore na porosit dhe thotë: inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba.
Allahu urdhëron në drejtësi, Allahu urdhëron në bamirësi, Allahu urdhëron të mbojmë lidhjet farefisnore, të ndihmojmë të afërmit tonë, të ndihmojmë familjet tona, mos të shkëpusim lidhjet farefisnore, sepse Muhamedi alayhis salam thot, ai i cili dëshiron që t'i shtohet rreziku i tij, t'i shtohet bereqeti i tij, t'i shtohen të mirat e tij, le t'i mboj lidhjet farefisnore, le t'i mboj lidhjet me familjet e tij, le t'i mboj lidhjet me të afërmit e tij, le t'i mboj lidhjet me farefisin e tij. Në njërin prej haditheve tjera, Resulullah alayhis salam na mëson dhe na thot, ai i cili dëshiron që të ruhet nga vdekja e keqe, nga një vdekje jo e mirë, nga një vdekje e jedhët, le t'i mbon lidhjet me farefisin e tij. Në pak minuta po flasim për farefisin, por binduni që të mbosh ligjërat për farefisin duhen orë të tëra, duhen ditë të tëra, javë, sepse me të vërtetë rëndësia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore familjare është mbajtje e lidhjes edhe me Zotin fuqiplot. Duhet jemi strekt në këtë punë, sepse shkëputja e lidhjeve familjare na i rrezikon adhurimet tona, na i rrezikon jetët tona, na i rrezikon punët tona. Të dashur vëllezër, të nderuara nëna dhe motra, sot është mundësia e artë që të flasim mes veti. Shumë mundësi kemi të bashkohemi, e pak janë divergjencat që na dallojnë, por jo të na ndajnë. Andaj të bashkohemi për Zotin, sepse është familjari yni, është akraboi yni, është i afërmi yni, është vllai yni, është motra jona. T'i falim të tjerë, të bashkohemi me të tjerë, sepse kështu na don Zoti. Dhe po e përmbyll me një fjalë të Hasan al-Basriut, Allahu mëshiroft, i cili ka thënë, kur njerëzit e reklamojnë dijen dhe e lënë punën e tyre, kur duhen me fjalë dhe urrehen me zemër, kur duhen me fjalë, por urrehen me zemër dhe do të shkëpusin lidhjet farefisnore, Allahu këtë grup të njerëzve do ta mallkoj dhe do t'i verboj. Jo rastisht e ka thënë këtë fjali Hasan al-Basriu, sepse ai që ka dituri dhe reklamon diturinë e tij, por nuk ka punë, nuk ka bereqet dituria e tij. Ata të cilët duhen, por dashuria e tyre është vetëm me fjalë, nuk është me zemër, nuk është dashurie sinqerte. Nuk mund të jetë dashurie frytshme, pa i dashur të tjerët edhe me zemër. Mjaft i kemi dashur me fjalë, ti duam tani me zemër. E nëse i dojmë të tjerët me zemër, padyshim edhe fjala dhe respekti dhe dashuria dhe fytyra jonë do të gëzohet kur i shohim të dashurit tonë. Dhe e funit, ata që i shkëpusin lidhjet farefisnore, i shkëpusin ato, Allahu do t'i mallkoj dhe do t'i verboj. Qofshim edhe rrofshim faqe bardh, duke qenë Allahu i kënaqur me ne, duke qenë Allahu i gëzuar me ne, me punët tona, me familjet tona, me farefisin tonë. Qofshim prej atyre të cilët e falim mllefin, e falim hidhrimin, e falim zemrimin për të vetmin qëllim që mos ta hidhrojmë Allahun fuqiplot. Allahu ju ruajt juve, familjet e juaja, prindërit e juaj, fëmijët tuaj dhe të dashurit tuaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.